plot shpresa, mirësi dhe besim në të ardhmen. Dua të uroj gjithashtu gjithë shqiptarët këtë ditë të bekuar, 22 marsin, në të cilën ata me votën e liru ndanë nga diktatura staliniste në keqe në Europë dhe nisën rrugën e demokracisë. Ne të urojmë së bashku që këtë ditë, vitën e ardhshëm ta festojmë pa diktaturën aktuale, por me triumfin e demokracisë dhe shpëtimin e Shqipërisë. Gëzuar. Tani erdha sot para jush këtu për të marrë çdo pyetje që ju dëshironi. Dhe preferoj pa më një hyrje të veçantë nga unë të dëgjoj pyetjet tuaja. Fillojmë me Kleotida Mane. Ju keni premtuar përgjysmimin e çmimit të naftës. Sipas një llogarie që kam bërë vet, nga përgjysmimi i taksave, shteti nuk ka ndonjë humbje të madhe, pasi në 5.000 lekë karburant humbet vetëm 800 lekë. Dhe ne do të vazhdojmë të paguajmë 2.500 lekë taksa, thjesht sasia e karburantit është më e madhe. Si mendoni ju, pse nuk e bën Rama këtë? Rama nuk e bën këtë sepse Rama ka një koncept të veçantë. Para se të vija këtu, po e ndigjoja të këthoshtë në një nga këto videot, të këthoshtë e pensionistit, po çpun ka pensionisti me naftën. Pra, edhe naftën e konsideron si një privilegj të atyre që kanë, në një kohë kur nafta është energji dhe është e domosdoshme për gjithë shqiptarët. Ne do ta bëjmë këtë. Naftë në Shqipëri nuk do mund shitet mbi çmimin që shitet në Kosovë dhe në Maqedoni, të cilë Kosova e merr nga Durrësi naftën. Ndaj dhe ne, pa diskutim, nuk mund të taksohet nafta 1.1 euro, që këtu është një ndëshkim për qytetarët. Eni Beni, ju dëgjoj shumë herë që të flisni për minimumin jetik. Është për rrallë elektorale apo do ta bëni vërtet? Se kemi gjithë këto vite që po na mashtrojnë me premtime bosha. Eni, ju garantoj që është një premtim për të cilin kur nuk do më shkonte nërmend ta përdor për qëllime elektorale. Jo, është një premtim që buron nga thellësitë e shpirtit kur shoh gjendjen e mirë të shqiptarëve, të pensionistëve shqiptarë që mirnin në vitin 2013, pensionet ulta por ishin më të larta në rajon dhe sot Malazezi merr një pension 3 herë më të lartë se sa në vitin 2013. Serbi merr një pension 3 herë më të lartë se në vitin 2013. Maqedona si po një lloj, por dhe Kosova, që ka nisë rrugën e pavarësisë pak vite më parë, shpërblen qytetarët e vet me pensione qartësisht më të larta se Shqipëria. Jo, do vendoset minimumi jetik ku asnjë shqiptar të mos marrë më pak se 200 euro në muaj, dhe ky është vetëm fillimi. Ada Cena, çfarë plani ekonomik, social keni për zonat e varfra të vendit si zonat veri lindore? A do të ketë një mbështetje ekonomike për bizneset në këto zona? Së pari për zonat veri lindore do ketë plan ekonomik për shfrytëzimin racional të gjitha potencialeve dhe burimeve të tyre ku duhet të përfitojnë banorët e këtyre zonave. Së dyti, do bëjmë gjithçka që me qeverinë e Kosovës të krijojmë zona të lira ndërkufitare. Së treti, do bëjmë gjithçka që të shohim të subvencionojmë, të mbështesim investimet me lehtësime taksash. Unë ju them ju që ligji vitit 2013 parashikonte 8 vite pa taksa për investimet në zonat malore. Dhe atë ligj e anulloi Edi Rama, tani e rikthej me ta shtuquiturin pakete maleve për t'u dhënë trafikantëve të tij atë që ata nuk meritojnë.
Erta Dani, progresi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Cilat janë hapat që do të ndërmarrë Shqipëria në qeverisjen e Partisë Demokratike për të përmbushur kriteret e BE-s dhe çfarë pengesash ekzistojnë për procesin e antarësimit? Apo bëhen reforma të mjaftueshme në fushat kyçe si drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit? Zonja apo zonjusha Dani, ju garantoj se për Partinë Demokratike interesi më madhor kombëtar është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kur them këtë, them që ajo do mobilizoj çdo potencial, do miratoj çdo ligj, do marrë çdo vendim, do ndërmarrë çdo reformë në funksion të këtij procesi. Por ka një dallim esencial midis alternativës tonë dhe kësaj qeverisë ekzistuese. Ne këtë proces e pranojmë si një proces të bazuar në meritën e funksionimit të shtetit ligjor dhe ekonomisë tregut. Ne kemi patur gjithnjë këtë qëndrim. Kur erdhëm pushtet në 2005 në zonja Dani, ne shpallëm antarësimin në NATO dhe fillimisht njerëzit përqeshnin me zotimin tonë. Por ne arritëm të bindim çdo partner dhe çdo vend me zero tolerancë në luftën e krimit, me luftën kundër korrupsionit, me reformat që ndërmorën, sepse e përgatitëm vendin për antarësimin në NATO. Po kështu, me reforma, funksionimin e ekonomisë tregut dhe shtetit ligjor, absolutisht vetëm mbi bazën e reformave, ne arritëm të firmosim marrëveshje stabilizim asociimit, të liberalizojmë vizat. Nuk kujtohet si sot, se si kishte për fat të keq dhe faktor ndërkombëtar dhe jo vetëm ndërkombëtar, po edhe Edi Rama me suitën e tij, që çonte emailën në Bruksel se po hoqët vizat, prisni 800.000 shqiptar. Pra, ne gjithçka bëm të bazuar në merit. Arritëm të marrim në status e kandidatit, rekomandimin e status kandidat nga Komisioni Evropian, që e bllokoi Edi Rama me 3 ligje në parlament. Pra, praktika jonë ka funksionuar. Është dinjitoze dhe është interesi më i mirë i qytetarëve shqiptar. Kjo praktikë bazohet në përmbushjen e kërkesave, kritereve, standardeve të Bashkimit Evropian, që është dhe interesi më i mirë i qytetarëve shqiptar. Ylka Selfo, si do të ndikoj largimi i trurit, brain drain dhe migrimi të rinjve në të ardhmen në Shqipërisë? Çfarë politikash do të zbatohen për ta frenuar këtë trend dhe për të ofruar mundësi për të rinjt brenda vendit? Largimi i trurit, hemoragjia trunore dhe hemoragjia rinore janë fenomenet më të rënda, plagët më të rënda të këtij vendi. Ne do bëjmë gjithçka nëpërmjet brain gainit dhe nëpërmjet programe të veçanta për të rinjtë që Shqipëria të bëhet vendi ëndrrës tyre, ëndrrës së ditës tyre. Për të rinjtë, së pari ne heqim mesataren dhe krijojmë mundësi secilit të provoj fuqitë dhe aftësitë e tij në universitete. Së dyti, do bëjmë gjithçka për punësimin e trive, duke përdorur stimuj dhe incentiv për të gjithë ata që punësojnë të ri, duke paguar sigurimet shoqërore për një kohë një gjë në 4 vjeçare, 5 vjeçare sipas sektorit, duke subvencionuar, duke financuar me grante start-upet e tyre, duke kredituar me kredit buta strehimin dhe çdo çift të ri. Pra, Shqipëria që sot është një vend ku të rinjt nuk imagjinojnë se mund të ndërtojnë ëndrrën e ditës, ëndrrën shqiptare, projektin e tyre, ne do ta bëjmë një vend plotësisht të jetueshëm, një vend të besueshëm për ëndrrën shqiptare. Nga ana tjetër, ne do rikthejmë. Ne kemi sot aktualisht një departament bërgejni me djemë dhe vajza të shkëlqyer,
të një ekspertize më të lartë që jemi në komunikim të vazhdueshëm me to. Por kjo do zgjerohet dhe do bëjmë gjithçka që për një soft landing, për një zbritje të butë të tyre në Shqipëri, me një mbështetje financiare për investime, me një mbështetje financiare për strehimin e tyre, me garancira për punësimin e tyre, dhe unë jam optimist. Pse jam optimist? Sepse në vitin 2005, kur erdhën në pushtet në administratën e shtetit shqiptar, kishte gjithsej 1,5% punojës të shkolluar jashtë shteti. Kur e kemi dorëzuar me 22% punojës të shkolluar jashtë shteti. Dhe pa llogaritur qindra tjerë që u kthyen në jetën e tyre private. Rikthimi i trive dhe shqiptarëve nga jashtë vendit në Shqipëri është kusht themelor për Shqipërinë madhështore dhe ne jemi të bindur se ne do realizojmë këtë duke lehtësuar 5 vite pa asnjë taks të gjithë shqiptarët jashtë vendit që do vinë të investojnë në vendin e tyre dhe me favorizime të tjera. Xhemil Matraku, jetoj në Londër dhe jam inxhinier dhe jam gati të vi në Shqipëri për të kontribuar për rrëzimin e Ramës. Kë duhet kontaktoj? Unë të shpreh mirënjohjet pa kufishme, zoti Matraku, për vendimin që keni marrë. Vetëm të verifikoni emrin në qendrën tuaj të votimit të qytetit apo të fshatit nga jeni larguar. Po të kesh ndonjë vështirësi, ju lutem telefononi në faqen e Partisë Demokratike webin Diaspora Voton dhe do marrish pastaj hollësime edhe udhëzime më të nevojshme, më të mira ose më të hollësishme që mund t'ju duhen. Era Foto, a ka ndonjë politikan që ju ka surprizuar ndonjëherë në mënyrë pozitive apo vetëm negative? Pyetje interesante. Sigurisht që ka politikan që më kanë frymëzuar. Më kanë frymëzuar shumë. Dhe këta politikan që më kanë frymëzuar mua, më kanë frymëzuar, të jemi sinqert me ju, me aktet madhore të guximit. Më ka frymëzuar shumë Churchilli, kur thot nuk dorëzohemi kur, por do luftojmë në tokë, në det, në ajër. Në një kohë kur situata ishte dëshpëruese për Britaninë e Madhe, më ka frymëzuar jashtëmase Ronald Reagan, kur deklaroi se çështja gjermane është çështje e lirisë njerëzimit, zoti Gorbaçov rrëzoje këtë mur. Më ka frymëzuar shumë. Dhe e them këtu, Donald Trump kur guxoi të thotë se armiku më i rrezikshëm është armiku i brendshëm, në kuptimin që janë ata që mbanin flamurin e censurës, që politizonin në mënyrë ekstreme drejtësinë, që ndërmirnin me woke culture shkatrimet masive të simboleve të historisë së Shteteve të Bashkuara, një lloj si në revolucionin kulturor kinez apo kundër kishave dhe xhamive në Shqipëri. Pra, ata që më kanë frymëzuar më shumë kanë qenë njerëzit e vendimeve më të guximshme. Më ka frymëzuar më shumë nofta se kushdo tjetër Martin Luther, që para konklavit që do ta hidhte në zjarrin e druve, në inkuizicion, në kohën e inkuizicionit, u thot gjykatësve se gjithçka kam thënë, e kam thënë me ndërgjegje të plotë dhe me bindjen time më të plotë është çështja e ndërgjegjes sime. Pra, frymëzuesit e mi më të mëdhej janë guximtarët më të mëdhej. Po kam përshtypjen se po flis edhe për politikan shqiptar, zonja në fjalë se unë nofta e kuptova në këtë formë. Pra. Luan Gjergji, kohët e fundit qeveria e Edi Ramës po propagandon se ka bërë investime të mëdha në infrastrukturë.
Çfarë do të bëjë qeverisja e Partisë Demokratike në infrastrukturën e vendit për ta përmirësuar rrjetet rrugore, energjinë dhe teknologjinë? Si do të menaxhohet zgjerimi i qyteteve dhe zhvillimi urban i qëndrueshëm? Zoti Luan, po të marrësh buxhetin, zërat e buxhetit, nga viti 2013 deri në vitin 2024 janë investuar në infrastrukturë 12 miliard euro. Dhe ju, as unë dhe as njeri, nuk mund të tregoj një rrugë të filluar nga Edi Rama dhe të përfunduar prej tyre me paratë e buxhetit përveç tunelit të Llogaras, që të gjitha kanë qenë rrugë vazhdim me financime të garantuara nga qeveria e mëparshme. Dhe për fat të keq, akoma një pjesë e tyre nuk kanë përfunduar, nuk ka përfunduar rruga Quks Qaf Ploç, nuk ka përfunduar rruga e tmerrshme Korç Ersek, nuk kanë përfunduar një seri rrugësh të tjera që kanë ngel pa rrugë. Pra, rruga e vetme, dhe ai s'ka përfunduar, vepra e vetme, nuk ka përfunduar akoma bypassi i Vlorës dhe është në përfundim e sipër. Çfarë duhet të them me këtë, i dashur Luan? Këto 12 miliard euro janë përdor për ndërtimin e tunelit të Llogaras, janë përdor për shtrimin e pllakave të gurit në 61 sheshe të bashkive të vendit. Të siguroj me përgjegjësi të plot se nga këta 12 miliard euro, maksimumi 1.3 miliard do të mjaftonin për gjitha ato çfarë është ndërtuar gjatë periudhës së qeverisë Edi Ramës. 20 kilometrat e rrugës që këta i përmendin çdo ditë, Limuth, Qafthan, janë ndërtuar me para të kompanisë private. Pra, sheshet që kanë kushtuar 2.3 miliard euro në mënyrë absolute, sipas të gjithë ekspertëve, mund të ndërtoheshin me 300 milion euro. Rrugët janë abuzimi më i tmerrshëm që ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. I dashur zotëri, rruga Lushnjë-Fir, autostrada, është ndërtuar me 1 milion euro kilometri. Sot, kjo rrugë ndërtohet me 10 milion euro kilometri. Treguesi i çmimeve në ndërtim është rritur vetëm me 30%. Çfarë do thotë? Se rruga duhet ndërtohet sot jo më me 1 milion euro, por me 1 milion e 300.000 euro. Dhe kur me 10 milion euro. Pra, Edi Rama ka abuzuar në mënyrën më të tmerrshme. Imagjinoje vetë, zoti Luan, Unaza e Tiranës, e cila edhe pas 15 vitesh nuk është ndërtuar akoma. 13 kilometrat e fundit i coptoi Lubi Balluku në 14 tendera, se si të vjedh më shumë. Ose tunelin e Llogaras, ju vu kryq ofertës me 130 milion euro dhe ja dhan ofertës me 180 milion euro, duke marrë në një dorë 50 milion euro. Çfarë do bëj qeveria? Qeveria shqiptare është e zotuar, kam shpallë. 2 veprat, po t'i quajmë të emergjencës, janë autostrada, 3 veprat, autostrada Shkodër-Milot, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, bypassi Elbasanit. Këtu kemi ne 3 bllokimet më të mëdha kombëtare.
Këto bllokime do marrin fund në kohën më të shkurtër. Së dyti, kanë lanë gjithsej 300 milion euro për mirëmbajtjen e rrugëve. Fali, 30 milion euro. Mirëmbajtja e rrugëve kërkon të paktën minimumi 200 deri 300 milion euro. Dhe rrugë do mirëmbahen. Do të marrin karakterin e rrugëve, do të ngrihen në përmasat e rrugëve europiane, akset kryesore kombëtare. Dhe do vazhdohet me unazën e Shqipërisë, e cila fillon në Valbon, qarkon gjithë zonën veri dhe jug lindore, kthehet në zonën perëndimore dhe shkon gjerë në Vermosh. Kjo unazë është e domosdoshme për të shpëtuar Shqipërinë rurale nga shkretëtimi i saj i plot. Çdo qendër e vogël do të lidhet me rrugë automobilistike me aksin kombëtar. Ne i kemi patur dhe i kemi shumë të qarta, por nga ana tjetër, ne rikthehemi projektit Shqipërisë fuqi energjetike, superfuqi energjetike. Më parë ne shpallëm Shqipërinë superfuqi energjetike e energjisë rinovueshme në rajon. Sot ne shpallëm superfuqi e vogël, kemi thënë. Sot ne nuk themi e vogël, ne themi Shqipëria superfuqi energjetike në rajon, pra do shumë fishojmë prodhimin e energjisë nga dielli, nga era, nga uji dhe gazi. Dhe në këtë kontekst, ai që do përfitoj më shumë se kush do tjetër do tjetë qytetari shqiptar. Ne do kemi një projekt, plan. Së pari, për vendosjen e paneleve diellore nga jugu në veri për të gjitha shtëpitë, familjet që duan. Do paguajnë 3 vite qerane atë tarifën e energjisë si të takon dhe pas 3 vitesh do e gëzojnë falas. Së dyti, do përdorim të gjitha potencialet e kësaj energjie për të shumë fishuar në qindra megawatt prodhimin nga dielli, nga prodhimin nga panelet diellore që sot janë ulur çmimet shumë. Së treti, Shqipëria ka platformat më të fuqishme të erës, vetëm territori i Pukës ka një lehtësisht pa u shty shumë në zonat të thella, ka një kapacitet për të studiuar për 3200 megawatt me energji ere, shumë të madhe ka Tepelena, Karabruni është platforma ndër më të fuqishme të erës në Europë. Së katërti, ne kemi gazsjellës, një nga gazsjellës të mëdhenj të Europës, në të cilën Shqipëria bëri një kontribut thelbësor të jashtëzakonisht të rëndësishëm. Prodhimi i energjisë nga gazi do të jetë drejtimi tjetër dhe sfundi garantoj shqiptarët se do të ndërmirret gazifikimi i Shqipërisë. Futja e gazit në përdorim të qytetarët, që është një lehtësi e madhe dhe ulje e ndjeshme e kostos së jetesës. Tori Dhima, me tokat e Bregut është bërë masakër, doktor. Si do t'ja merr një hajdutëve që ka marrë tokat e gjyshërve tanë se ngelëm rrugëve të botës? Keni shumë të drejtë. I nderuar zotëri, tokat i mori rilindja, të themi të vërtetën, sepse ai ish kryetari i mëparshëm Vasil Bollano u tregua një njeri i ndershëm dhe me gjithë hetime dhe çoshitje nuk patën ku të gjejnë qoftë dhe një shkelje të vetëm për të grabit tokat tuaja, burgosin mesnat me akuzë dhe dishmitar falso Fredi Belerin, sepse ai nuk do pranonte që t'ia dorëzonte Edi Rams dhe mafjes tij shtetërore tokat. Tani mësohet se Edi Rama ka me vllaun dhe nënën e tij bashkë me nushët kanë marrë një sipërfaqe për 224.000 metra tokë që nuk u takonte kurrë dhe për cilin s'kan asnjë dokument kadastral, as konfiskimi ndonjëherë, por krejtësisht mbi falsitete dhe u garantoj se do t'u mirret.
do mirret çdo tokë 10.000 metër katror ka marrë ish ministrja Olsa Gjashka, ministra grabitqare, dhe kur unë e denoncoja në parlament, ajo mashtronte të thoshte e ka tokë të familjarëve të vetë, ajo s'kishte as një metër tokë aty. Pra, është të vërtet ajo që thoni ju, tokat e bregut i grabiti dhe po i plaçkit mafja, ne do ja nxjerrim nga kthetrat mafjes dhe t'ja u kthejmë banorëve të vetë. Leila Koni, çfarë do të bëjë Partia Demokratike me reformën në arsim? Si do të ecë Shqipëria në drejtimin e duhur dhe çfarë do të bëjë për të përmirësuar cilësinë e arsimit dhe për të ofruar më shumë mundësi për të rinjt në tregun e punës? Së pari, arsimtari. Ne do vendosim arsimtarin në pjedestalin që meriton në mënyrë që ai të përmbush misionin e tij. Arsimtari, mësuesi nuk është vetëm profesionist, është misionar. Është misionar. Në këtë kontekst, ne do shkojmë drejt dyfishimit rrogave të mësuesit, drejt modernizimit të sistemit shkollor me teknologjitë më të mira, më të larta, digitalizimit të plot të tij, drejt standardeve të cilat bëjnë që mësuesit të kenë nivelin përkatës arsimor dhe ata që janë largue për arsye politike dhe arsye tjera të rikthehen dhe t'i përkushtojnë pasionin e tyre nxënësve. Drejt modernizimit të plot të infrastrukturës shkollore. Zonjë, ju mund të referoj fakteve. Në vitet 2006-2013, në testin e PISA-s, cilësia në arsimin shqiptar ndonë se nuk ishte atje ku duhej, por pati rritje vertikale. Në vitet 2015-2023, në testin e PISA-s, cilësia arsimit pati rënje katastrofale, rënjen më të madhe në botë me 69 pikë në matematikë dhe në vendin e fundit në botë për mendimin kreativ, nxënësit tanë. Kjo gjendje do ndryshojë me shpejtësi, por gjykoj se parazithash duhet të filloj nga mësuesi. Natyrisht, infrastruktura do bëjë të mundur të mos ketë më shkolla me turne, mos ketë klasa me 40 nxënës dhe shumë ndërhyrje të tjera. Për sa u përket punësimit të rive, unë fola dhe më sipër, do ketë incentiva dhe stimuj fiskal për çdo të ri të punësuar, do ketë grante dhe kredi të buta për çdo biznes dhe start-up të tyre, do ketë kredi të buta për çdo çift të ri për të filluar jetën e tyre, për strehimin e tyre, pra do ketë një përkrahje direkte të veçantë për të rinjt. Laura Sela, kush është personi historik që do të kishit dashur që të takonit dhe të bënit një debat politik? Dhe pse refuzon Rama debatin politik me ju? Personalisht nuk kam refuzuar debate dhe mendoj se debati është detyrim për çdo politikan. Është detyrim para publikut që të ndjek, para publikut që të voton dhe nuk do të kesh frikë nga transparenca. Debati është mjet transparence. Natyrisht, politikanë të mi të admiruar janë disa, theksova Churchilli. Kam admiruar guximin e jashtëzakonshëm të Mikhail Gorbachovit kur tha se Rusia është vendi i askujt, të Ronald Reaganit kur kërkoi rrëzimin e murit Berlinit, të Charles de Gaullit, i cili e bëri Francën, të Donald Trump, që pati guximin e jashtëzakonshëm të deklarojë si armiq më të rrezikshëm Shteteve të Bashkuara ekstremin e majt, që propagandoi censurën, që sulmoi gjinit njerëzore, që u rikthye tek woke culture, një kulturë e revolucionit bolshevik dhe revolucionit kinez. Lume Hysi, lufta kundër korrupsionit është një fushë ku qeverisja e Partisë Demokratike ka treguar gjatë viteve 2005-2013, ka treguar që ja del.
Cilat janë masat e reja që do të ndërmarrë qeverisja e ardhshme e Partisë Demokratike që të përmbush detyrimet dhe normat që kërkon BE-ja për anëtarësimin e vendit në Union? Zero tolerancë ndaj korrupsionit. Korrupsioni luftohet me ligje dhe zbatim ligjesh. Po ju jap një shembull. Duke para abuzimet e tmerrshme që kjo qeveri bënte me blerjen e energjisë, Banka Botërore dhe Fondi Monetar i nxorën kartonin e kuq dhe i kërkuan të ndërtoj bursën, të blej në bursë energjinë dhe ta shes në bursë energjinë. Po pse kjo? Sepse Lubi Balluku zbraste digat dhe ja ushqiste sekserve të saj energjinë me një çmim qesharak. Seksert e Lubis që e blinin me 40 euro e shisin në bursë, ku mund ta shiste Shqipëria vetë me 160 euro. 120 euro i ndanin me Lubin dhe mafjen e energjisë. Pra, në qoftë se zbatohen me rigoritet ligjet dhe transparenca, ju garantoj se ato janë gërshërt më të mira për luftën kundër korrupsionit. Por ka një ligj themelor në luftën kundër korrupsionit, zonjë. Dhe ky ligj është ligji i konfliktit të interesit. Në qoftë se ti nuk lufton me zero tolerancë konfliktin e interesit në tendra prokurime dhe në koncesione, ti faktikisht favorizon korrupsionin. Ishte i frikshëm vendimi disa partive që quhen të reja gjoja, por që në fakt janë paterinsat e Edi Ramës, kur i pash se futen familjarët e tyre në listat e mbyllura, nga 2 dhe 3 familjarë në listë të mbyllur, imagjinoni ju një qeveri të tyre do ishte qeveri dhe familjarë. Do bërë atë si që bën Edi Rama sot, i cili ndan parat me baxhanakun, ndan pronat me vllaun, ndan shuma me familjarët e vet, dhe këto janë origjina e tmerrshme e korrupsionit. Sikundër ministrat, me ligj nuk do mund të merren në asnjë mënyrë me prokurimet publike dhe koncesionet. Nuk janë marrë. Dhe kjo i bën ata syçelt ndaj korrupsionit ministritë e tyre. Do instrualizohen dhe format tjera. Do bëhet një bilanc i përgjithshëm, një audit i përgjithshëm i vjedhjeve 12 vjeçare në mënyrë që të gjenden fondet ku kanë shkuar, tu i kthehen parat shqiptarëve, por që dhe shkurat mos mund të përsëritet më. Joni Pashaj, në Shkodër keni bërë premtimin se diaspora do të paguaj 3 herë më pak energji elektrike për biznesin dhe do të jetë 5 vjet pa taksa. Sa e realizueshme është kjo dhe sa është efekti që do të ketë në buxhet? I dashur Joni, tani thëmë vërtetën për energjitë, nuk do e paguaj vetëm diaspora, po do e paguaj çdo biznesmen shqiptar. Energjia do zbres nga 18 dhe 24 lek që blihet sot, do zbres në 6 lek. I nderuar zotëri, në vitin 2013, energjia shit me 67 lek. Tani energjia do të jetë fiks 6 lek për çdo biznes. Së dyti, pa diskutim, që do lihen 5 vjet pa taksa dhe natyrisht do paguajnë sigurime shoqërore secili, po edhe aty mund të shohin për lehtësira, kurse asnjë taks tjetër gjersa të ngrihet në këmbë dhe të bëhet i suksesshëm biznesi i tyre. Impakti në buxhet, asnjë impakt negativ. Asnjë impakt negativ, sepse këto janë
janë investime të cilat pas 5 vitesh fillojnë dhe japin. Bardha Hysa, ku e gjeni gjithë këtë energji, doktor? Na e thoni formulën dhe neve. Puna është sekreti i njës përjetëshme. Isa Gega, doktor, ke ndonjë plan për pushtetin vendor se reforma e ka shkatruar? E gjithë bota funksionon me bashki e komuna. Faleminderit. E keni shumë drejt. Pushteti vendor është shtrur në një vasal të pushtetit qendror. Dhe kjo është një fatkeqësi e madhe, ju keni shumë të drejt. Kushtetuta e Shqipërisë i jep autonomi të plot pushtetit vendor. Kushtetuta e Shqipërisë nuk lejon qeverinë qendrore t'i diktoj qeverisë vendore. Puçi që ndodhi sfundi është shpreha më evidente ku Edi Rama merr përsipër dhe emëron kryetaren e deleguar që se ekziston në asnjë nen të ligjeve dhe kushtetutës të bashkisë. Pra de facto mori përsipër kryetar tjetë dhe vetë kryetar bashkie. Natyrisht, kjo është e thjeshtë. Kërkon radh parë zbatimin e kushtetutës dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe Kartës Europiane. Por një ndarje tjetër territoriale është e domosdoshme, sepse shqiptarëve u bë ky përqendrimi në bashki dhe komuna me pretendimin se do kursehen shërbimet me vendosjen e shërbimeve digjitale. Në të vërtetë, numri punojësve është mbi dyfishuar sot krahasuar me periudhën para reformës dhe mbi taksat e qytetarëve rëndon një burokraci 2 herë më e madhe. Shërbimet janë larguar qytetarëve edhe ditë e net të tëra. Kështu që kjo reformë do të rishqyrtohet me përparësi. Indrit Jahja, po për invalidët tetra dhe paraplegjik, çfarë do të bëhet, doktor? Se nuk është njësoj si ai që ka një gisht jo funksional me atë që është një karrige me rrota. Do kenë të gjitha lehtësirat maksimale për jetën e tyre, të gjitha pajisjet që u duan atyre do të përballohen nga shteti pa asnjë lloj sigurimi. Kujdestari do paguhet kur është rasti me sigurime shoqërore dhe me çdo gjë. Do bën përpjekje për punësimin e tyre në rastet kur ata mund të punojnë, pra gjithçka për ndryshimin e jetës tyre. Edi Tanushi, pse duhet paguajnë taks pastrimi, ndriçimi dhe emigrantët që vinë një herë në vit, si ata që jetojnë gjithë kohës aty? Është absurde, edhe kjo nuk do të ndodhë pas 11 majit. Jani Marku, po tunelin Reps-Gjegjan do ta hapni zoti kryeministër i ardhshëm se i jep goxha jetë asaj zone e cila po vdes? Urdhëroni? Tunelin Reps-Gjegjan do ta hapni? Tunelin? Reps-Gjegjan. Reps, nuk e... Gjegjan. Nëjse. Shojmë tjetër. Ndoc Lasku, janë blokuar nga sistemi shumë emigrant... Falë, tunelin Reps-Gjegjan. Do studiohet, nuk mund të premtohet, e shkurton. E shkurton rrugën, por do studiohet. Alkida Mehmeti, si do ta garantoni meritokracinë kur njerëz të shkolluar janë injoruar edhe nga PS-ja edhe nga bashkëpunëtorët tuaj të afërt? Mbi bazën e meritokracisë, u arrit që administrata më pashme nga 1.5% të shkolluar jashtë shteti të ketë 22% në fund të mandatit të dytë. U arrit që numri të graduarve në administratë të rritet me shpejtësi. Pra,
ne do bëjmë gjithçka që të njerëzit sipas meritës të marrin vendin e tyre. Mund të ketë patur raste abuzimesh, unë nuk i përjashtoj, por trendi ka qenë ky. Ndot Slasku, janë bllokuar nga sistemi shumë emigrantë të djathtë. Kush na siguron se vota jon do të lexohet drejt dhe ashtu siç duhet? Vota do lexohet drejt sepse aty kemi përfaqësuesit tanë, por ftoj çdo emigrant që u bllokuar nga sistemi të bëjë çdo përpjekje për të ardhur dhe votuar direkt në Shqipëri si një kontribut historik për vendin dhe kombin e tij. Këto ishin pyetjet, doktor. Faleminderit shumë dhe një herë nga zemra ju uroj gëzuar këtë ditë të bekuar dhe ju ftoj që me këtë program të nërmarrim një bisedë, një dialog, një debat me njëri tjetrin dhe me çdo qytetar shqiptar për të bindur se Partia Demokratike ka normen të rikthej, të jap parat shqiptarve, të kthej shqiptarve parat që vidhen në mënyrë të paimagjinueshme në rrugë dhe vepra publike. Parat që mungojnë, që janë marrë për instalatorin që nuk ekziston. Me udhëtimet me 21 milion euro të kreut të qeverisë, me drekat dhe darkat, me shishe, 33.000 euro, që kushtojnë dhjetra pensione, me kopshtin e Edenit, sa 30.000 pensione në oborrin e qeverisë. Pra, pavarësisht cili do, që mund t'jetë dhe i dëshpëruar dhe i zhgënjur, të mbledh forca dhe kurajo, të ndahemi nga kjo e keqe për një rrugë, për një udhëtim krejt tjetër, drejt Shqipërisë madhështore, Shqipërisë ëndrës shqiptare. Faleminderit.